Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të mërkurë të datës 5 nëntor 2025. Ora 7 fiks nisim emisionin Ora Juaj si çdo ditë. Jemi në transmetim drejt për drejt edhe sot, ku do të jemi në këto 2 orë të para të mëngjesit, duke u përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak në pjesët e komunikimit të drejt për drejt me ju. Me zhvillimet nga vendi, Ora News.tv shpondot me jugun pas dorëheqjes së drejtorit të Vlorës, shkarkohet drejtori i kadastrës së Sarandës. Vajza 3 vjeçe detyrohet të qëndrojë 7 orë në bashki për takime me baban. U bën 6 rrugë që nuk ecin, si dështoi trafiku i 4 tonëve drogë mes Dervishaj dhe Alibejt, zbardhen bisedat. 30 familje protest të gjykata e apelit duan përshpejtim të seancave për çështjet e pronave. Aksident në aksin Lushnjë Berat, përplasen 2 makina, njëri prej shoferëve që fut vrapet. Çepani tashmë kemi një korpus të plot të teksteve shkollore të periudhës komuniste. Pedagogët Rushiti e Çepani një udhëtim pas në kohë për të kuptuar arsimin e komunizmit. Skënderi, fjalët Parti, Lufta dhe Enver dominojnë në tekstet shkollore të komunizmit. Rushiti tekstet e gjuhës gjatë komunizmit përçonin ideologjinë e partisë. Skënderi tregon se si është reflektuar ideologjia në tekstet shkollore të Shqipërisë dhe Kosovës. Drejtuesi SPAK kërkon trajnim të detyrueshëm për prokurorin Arben Agovi. Pedagogja Elsa Skënderi na tregon se si mësohej gjuha dhe letërsia në Shqipërinë e viteve 80. Fushkruja në terpretetorësh, rritet buxheti për drejtësi në vitin 2026, kush janë institucionet që do të marrin më shumë para. Emri shantazhuan të riun dhe familjen e tij për kthimin e borxhit, arrestohet 26 vjeçari, nisetimi për 4 të tjerë. Elbasan shpërndanin drogë në qytet, arrestohen 4 të rinj, 2 të tjerë në procedim. Daily Mail, më e vlefshme një ditë në Shqipëri se sa të shkosh në teatr në Londër. Muçajnë ndryshimet në kodin rrugor për harmonizimin e legjislacionit me BE. Tirana në kontroll, policia nis gjobat dhe karrotrecët për parkimet e paligjshme. Vrasja Elvis Dedajt, dëshmoni ishte dashur e tij, konfliktin nis për karburantin në emër të shokut. Granat dore në qendër të Tiranës, çfarë ndodhi pranë sheshit Skënderbej. Skandal në Fier, nuk ofronte shërbime në spitalin publik për përfitime në privat. Procedohet mjekun, i gjenden mijëra euro në shtëpi. Mami i mushua për 20.000 euro, plumbi art, Matilda Rëfen në GKK, vrasin e të ëmës dhe vëllait, po të ishte loshka gjallë. Boboshtica, fshati i plakur, shumë pranë Korçës e mban gjallë vetëm turizmit të rinjt, ka nikur. Dëshmon në GKK, motra Elvis Dedës, një si e mora vesh vrasjen e tim vëllai, nuk isha në ceremoninë martore. Çfarë ndodhi në Kalan e Beratit, përpara syve të vajzës së vogël, rrëfimi i plot i gruas së Kelit. Foto dhe video banorët e komunës Parisit denocojnë zaptimin e trotuarit nga biznesi. Bashkia ka 1 muaj që hesht. U kap me pistolet në brez, arrestohet 33 vjeçari nga Lushnja. Aksident me vdekje në galerinë e Kromit në Martanesh. Autoriteti mbikëqyrës policore ekzekuton masat e sigurisë për një punonjës policie dhe 3 punonjës të IMT-s në Shkodër. Afera me incineratorin e Tiranës, SPAK kërkon 5 vite burg për korrupsion në 2 raste për Alçi Bllak. U bekuan me 4 njak, Voj Kollari, rutinë shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë. Prokuroria e Tiranës lëshon 8 masa sigurie për disa persona në fushën e farmaceutikës. Rreshet e dendura shkaktojnë probleme në Shkodër, bllokohet rruga e Dukajgjinit
nga rëshqitja e dhera. Mesazh me tritol biznesit në Kuçov, policia jep detajet e shpërthimit gjatë natës. Shiu shkakton vështirësinë në qarkullim në Durrës. Benzi aksidenton për vdekje 62 vjeçarin, vrenjas ndalohet drejtuesi i mjetit. Emri shkoi në spital i lënduar, 31 vjeçari nuk bashkëpunon me policinë nga çfarë anezikon. Një sëmuri sulmon me lev në mes të ditës, institucionet s'ka qendra trajtimi. Kishte dalë me baktin mal hum kontaktet me familjarët. 65 vjeçarin tropoi nisin kërkimet për gjetjen e tij. Takimi në Pallatin Elize, të shoqëruar nga bashkëshortet, Aleksoros na fotoalbumin me Ramën. Digjet një grumbull gomash në fush Milot, tymi dendur në zonë. Ligjeni i Shkodrës në UNESCO, Ministria e Mjedisit finalizon aplikimin. Qeveria miraton projekt buxhetin e vitit 2026, priten diskutime në kuvend në datën 19 nëntor. Aksidenti pa zakon në Lushnjë, Fordi merr përpara tufën me bagti. Ju gjet një sasi lëndë narkotike e gatshme për shitje, arrestohet 29 vjeçari në Lezhë. I premtoi qytetarës për shpejtim të procedurave në një institucion në këmbim në 20.000 eurove, a më parë arreston ish punojësin e gardës. Adriana Kalajet e Endrit Shabani zbardhen 23 emrat e kandidatëve për postin e avokatit të popullit. Tuneli Llogaras pak me njoftim zyrtar ngrin akuzën ndaj Erviz Berberit, Indian Gjulit Heral Lelezit, Jetmira Dervishit dhe Mjezeta Kashnicës. 582 vjet nga rikthimi i Skënderbeut në trojet arbërore. Gjinushi nuk ka zhvillim të qëndrueshëm pa shkencë me vizion europian. Në akuzë për fshehje e pasuria, Slando Gjani paraqitet familjarisht në SPAK. Kreu marrëdhënie me forcë me të ren, arrestohet 31 vjeçari gjenden sende të palishme në makinë. Jo me zhvillimin nga politika. Kushtetuesja la Veliaj në detyrë, ka diu, nuk shikojnë ndonjë ndryshim as për mirë, as për keq. Lita, procesi për shkarkimin e Veliajt politik, kemi ngërç institucional. Nurja, Veliaj nuk lehtësohet nga akuzat pas vendimin të gjykatës kushtetuese. Veliaj kryetar bashkie nga Burgu, Zhulali, kemi të bëjmë me një skenar. Jep dorëheqjen kreu i kadastrës së Vlorës, Genz Romemaj. Në Bashkimin Evropian, Rama në samitin e zgjerimit në 2030, Rama në samitin e zgjerimit, puna e SPAK-ut, shembull se lufta ndaj korrupsionit nuk sheh kush është në qeveri apo në opozitë. Rama, diella shtatzën me 83 foshnja bazuar në ekografi, është pjesë e një lufte sistemore. Rama shpjegon pse nuk mori pjesë në samitin në Bruksel, doli një problem ajror. Incineratori i Tiranës lirohet Alçi Bllako, sepse dënohet me 4 vite burg. Presion dhe ofendime, Spahia si socialistët kaluan me shpejtësi ligjin e barazisë gjinore. Integrimi kalon nga reformat. Yftari, reformat bëhen edhe për veten tonë, për një shtet të së drejtës. Rama pas deklaratës së KOS do bëjmë gjithçka për të ulur rreth tryezës së Bashkimit Evropian. Rama për Al Jazeera, jam shqiptar, nuk ka frikë, Rusia nuk do ta sulmojë Shqipërinë. Ja ktheu mandatin, por gjykata kushtetuese nuk e nxjerr dot nga burgu Erion Veliaj. Shqipëria veçohet në Bruksel për progres në luftën ndaj korrupsionit, kritika të forta për Serbinë. Tabaku, projekt ligji për barazinë gjinore i paplot, kërkon ndryshime
në ligje të tjera. Mjedisi kapitulli më i vështirë i negociatave BE të merren masa për të luftuar krimin mjedisor. Komisioni i jashtëm i kalon presidencës propozimin e Ermal Dredës si ambasador i Shqipërisë në Zvicër. Integrimi në Bashkimin Evropian, Marta Kos, Shqipëria ka bërë një progres të admirueshëm, Malizi vendi më i realizuar. Debate në Komisionin e Jashtëm për projektligjin i barazinë gjinore. Berisha 3 javë më parë, në mesnat Veli Ela Qelin, ku shkoi se di, por di që në spital nuk shkoi. Berisha u bën thirrje qytetarëve, rruga e vetme është që të ngrihemi dhe të japim duart këtij regjimi. Malaj do të konfiskohen asetet e tatim paguesve me detyrimet prapambetura. Miratohet projektligji i buxhetit faktik 2024, 5 vota pro dhe 2 kundër. Pamjet, spirpalje me të rinj të studimeve europiane në Hag, Shqipëria transformim mbreslënës. Bega në samitin e dytë botëror për zhvillimin social të Organizatës Kombeve të Bashkuara në Doha, thirrje për veprim për një epokë të re drejtësie sociale. Progres raporti BE cakton detyrat për Shqipërinë të kufizohet përdorimi i akteve normative për rishikime buxhetore. Vendimi kushtetueses për Velien Hasimja, fushata nuk ka se si të vazhdojë. Florian Binaj përmbysi strategjinë e Partisë Socialiste. Rama, vendimi i gjykatës kushtetuese, dëshmi se nuk i kam kapur institucionet, për shkelje kushtetuese së drejtës së popullit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet. Meta kërkesë në gjykatën e lartë kërkon lirinë nga burgu. Rama lulon udhëtimin drejt Brukselit, nuk do të marrë pjesë në samitin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. New York Times, Partia Demokratike pagoi këshilltarin Krisla Sivita me $1.62 milion. Spaki Vokërbaçi me Lihet Hoxha i shton 3 dosje të tjera, incineratorët dhe debate në komisione për draftin mbi barazinë gjinore. Shehu, tërhiquni sa nuk jeni vonë, po krijoni një problem të madh. Loja në kushtetuese atje ku asgjë nuk është siç duket. Buxheti viti 2026, Rama nga janari, arritje pensionesh muaj për muaj përtej indeksimit. Rama në Bruksel merr pjesë në samitin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kantieri i punës në hyrje të Shkodrës, Rama ndër hyrje dinjitoze që po transformon zonë. Sot samiti për zgjerimin e BE-s me vendet kandidate në Bruksel, i pranishëm edhe kryeministri Rama. Duhet provuar Lala tregon se si Velia i mund të shkarkohet sërish nga Këshilli Bashkiak dhe qeveria. Podgorica Nano kishte një frym ndryshe nga të tjerët, ishte politikan dhe njëri i batutës inteligjente. Jo me shpëtimet nga rajoni. Incidenti në veri i Kurti, sulmet e Serbisë kanë për qëllim disiplinimin e serbëve. Ambasadori i Bashkimit Evropian Kosovë, shpresojmë të ketë shpejt një qeveri për zbatuar rekomandimet e raportit progresit. Osmani mandaton konjufsën për formimin e qeverisë. Analiza e Radio Europa e Lirë, çfarë dihet për personin që sipas Kosovës u rrëmbye nga xhandarmeria serbe. Shqiptarët e Luginës Preshevës, Mustafa, legalizimi i ndërtimeve pa leje mbi 4 milion në territorin e Serbisë. Behluli 140.000 protestues marshuan në qytete të shumta të Serbisë në shenjë revolte ndaj Vučić. Lëvizja vetëvendosje me skenar për zgjidhje Hoti, as Konjusa, as Kurti nuk kanë garanci për të krijuar qeveri
e re. Pezullohet hetimi kundër Dodik dhe të tjerëve për sulm ndaj rendit kushtetues të Bosnjës. Gjetjet kryesore për Kosovën në raportin e progresit të KS. Lëvizja vetëvendosje propozon kandidatin për kryeministër. Lidhja Demokratike e Kosovës kundër zgjedhje domosdoshmëri për të dalë nga blokada institucionale. Kurti e mandaton Glaukë Njufsën për kryeministër, vetë propozohet për ministër të jashtëm. E rëndë në Greqi për leshje mes tifozëve, ultrasit i marrin jetën të riut. Plagosja dhe rëmbimi i shtetasit kosovar nga Xhandarmeria serbe. Kosova akuzon Serbinë për cënim të integritetit territorial. Raportimet për rëmbimin e një serbi KFOR, situata në kufi e qetë. Ngjarja në Leposavić, reagon Osmani, bota demokratike të reagoj e të ndalë sulmet e Serbisë. Kuvendi i Serbisë pritet miratoj ligjin për shpejtimin e ndërtimeve të pronës së ngjarjes Kushner. Rëmbimi një personi nga Xhandarmeria serbe brenda territorit të Kosovës, reagon KFOR. Ngjarja e Leposavić Veçla, Serbia vazhdon me veprimet destabilizuese. Osmani për FSK-n, të stërvitur nga Shtetet e Bashkuara, gati për çdo pëllëmb të atë dheut. Foto grabitën lokale në Mitrovica, arrestohen 2 persona. Vendeta në Kret, që ktheu fshatin si aren lufte, kryet ceremonia mortore për 39 vjeçarin, policia blindon të gjithë zonë. Zgjidhje politike me pas zgjidhje, Himeri, Kosova më afër zgjedhjeve të parakohshme se zgjidhjes së krizës. Qeveria njofton mbylljen e 204 zyrave postare në Greqi, qytetarët reagojnë ashpër ndaj vendimit. Policia e Kosovës ngre dyshimet plagose dhe rëmbehet një serb në Leposavić. Përçarja e shqiptarëve i kushton pushtetin VMRO DPMN, forca e parë në Maqedoninë e Veriut. Policia serbe arreston 37 persona pas përleshjeve antiqeveritar. Drafti i raportit progresit për Kosovën për parim i kufizuar për shkak të ngërçit politik. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale rinis fushata elektorale në Kosovë. Bilal Kasmi shpall fitoren tetov, rivali BDI-s pranon humbje. Zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë Veriut, shqiptarët humbin komunën e Kërçovës pas 16 vitesh, edhe pse janë shumicë, fiton VMRO-ja e Miskoski. Tensionet ashpra në Beograd, hidhen bomba molotov drejt parlamentit serb. Militantët e Vučićit sulmojnë nënën e një prej viktimave të tragjedisë së Novi Sadit. Me shpëtimet nga bota. Ngjarja në Itali, mamaja e Aurora Tilës, ndërimi i autorit i pamjaftueshëm. Raporti global bie me 41% vdekshmëria anëtare për gjatë 20 viteve të fundit. Australia do të ofrojë 3 orë energji diellore falas në ditë për miliona konsumator. Ndalohet ndecja me 1.7 ton kokainë në ujërat e Atlantikut. Aeroporti ndërkombëtar i Brukselit mbyllet përkohësisht pas pamjes së një droni. Ishte vendës presidenti gjatë udhëheqjes së tij, George W. Bush reagon për ndarjen nga jeta të Dick Cheney. Cila është pasuria e ish vendës presidentit amerikan që ndroi jetë në moshën 84 vjeçare. Gara për Bashkinë e New Yorku, CNN, 5 pyetjet kryesore rreth ditës së zgjedhjeve. SBA anulon fluturimet në aeroportin Ronald Reagan për shkak të një problemi sigurie. Izraeli merr trupin e një pengu nga Hamasi dorëzuar nga kryqi i kuq.
1 në 5 fëmijë jetoi në zonë konflikti në 2024. Trupat të huaja në Gaza, zbuloi plani i Shtetet e Bashkuara për Palestinën. Misioni jetik rus. Pokrovski, kështjella e fundit ukrainase. Frankfurti në listën e destinacioneve më të mira turistike në botë për vitin 2026. Merz paralajmëron deportimin e sirianëve s'kan më arsye për azil në Gjermani. Putin miraton dërgimin e rezervistëve për të mbrojtur rafineritë nga sulmet ukrainase. Zbulohet misteri 4.000 vjeçar i vendodhjeve të varreve në Kinë. Zelenski kërkon kryeministrit hungarez të mos bllokojë antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Trump u bën thirrje hebrejve të New Yorkut të mos mbështesin kandidatin demokrat, kushdo që voton për të është idiot. Qeveria amerikane bëhet aksionere në një kompani për procesim të mineraleve të rralla. Seuli, Korea e Veriut, ka dërguar 5.000 trupa në Rusi nga muaji shtator. Qeveria gjermane po ofron para afganëve që refuzojnë të hyjnë në vend. Video Filipinët goditen nga tajfuni shkon në 40 numri viktimave. Inteligjenca artificiale firmos kontratë 38 miliard dollarëshe me Amazon. Zelenski viziton trupat e vijës së frontit. Kreu i Organizatës Kombeve të Bashkuara, lufta në Sudan ka dalë jashtë kontrollit. Shein përballet me hetime pas shitjes së produkteve plus 18 për fëmijë. Tajfuni Kalmaegi godet Filipinët, evakuime masive do më të mëdha dhe viktima. 2024 vit lufte, raporti shqetësues i Save the Children, 1 në 5 fëmijë jetojnë në zonë konflikti. Hegseth, Aleanca Shëba Kore Jugut, është e përqendruar te Korea e Veriut. I mbjetoi 3 brezave në qeverisjen ndronit kreu ceremoniali i shtetit të Koresë së Veriut, 97 vjeçari shërbeu dhe gjyshit dhe nipit Kim Jong-un. Ukraina blindohet për dimër, Britania me nisë raketa Storm Shadow. Izraeli dorëzon trupat e 45 palestinezëve pasi Hamasi ktheu ata të 3 ushtar. Guterres kërkon veprime më të forta globale kundër varfërisë në samitin e OKB-s. Dhe në fund lajmit nga sporti. Rezultatet magjia Champions, Liverpooli thyen Realin, Bayern i mposht PSG-n, Juve ndalet ndaj Sportingut. Arsenali vijon rrugtimin perfekt në Champions, Napoli ngec ndaj Frankfurtit. Interi rekuperon Turan për sfidën ndaj Kairat Almaty, por Shivu planifikon një dyshe surprizë në sulm. Manjan në superform, Milani mendon për rinovimin me portierin. Kategoria e parë përzidhet formacioni dhe trajneri më i mirë i javës së 10 të kampionatit. Reali heq dorë nga Van Dijk, tani synon afrimin e Konate. Përshkritja Cara, rezultatet dhe kaq të mira nuk është se i prisja. Kalemi. Përshkritja e Keleda ka thyer 9 rekorde Europe dhe 2 rekorde bote. Kofsha pas medaljeve unë theva edhe 4 rekorde europiane që nuk ishin thyer ndonjëherë. FIFA përjashton 7 lojtar pas skandalit të dokumenteve të falsifikuara. Cristiano Ronaldo mund llogarit me të ardhmen tërheqja, do të jetë e vështirë me siguri do të qaj. Real Madrid favorit për të fituar Champions League. Sindikata e punëtorëve proteston përpara Camp Nou. Mund kishin fituar Martini, vllaznia ime është dhe do të jetë ekip sulmues. S'ka fitues as në Rogozhin, e as në Vorë, Ignatia Vllaznia dhe Bora Partizani ndajnë nga 1 pikë. Turneu i ekipeve përfaqësuese rajonale për vajza përcaktohen skuadrat finaliste në të dyja grupet. Napoli kërkon fitore në Champions, Conte, moment i rëndësishëm, tifozët të na qëndrojnë pranë.
Vlerëzim fantastik për Medon Berisha, lojtari më i mirë i javës së 10 në Serie A. Fiorentina shkarkon Piolin klubi, falenderojmë trajnerin për profesionalizmin, ja kush e merr drejtimin e ekipit. Betejë ndryshe në tenis, numri 1 i botës për femra, përballet me të 652-ën për meshkuj në 28 dhjetor në Dubai. Këto ishin në mënyrë përmbledhur zhvillimet dhe lajmet kryesore të orëve të fundit. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë. Mos largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:29 minuta, në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Nga ky moment deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 do të jemi së bashku në transmetim për gjithë ju që doni të bashkoheni dhe bëni pjesë e programit. Si çdo ditë nga hëna në premte prej orës 7 deri në orën 9 në dy numrat e kontaktit në 068 60 54 639 dhe 068 99 00 008 për ju që donit të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për takimin e kësaj të mërkure të datës 5 nëntor 2025. Jemi në 7:30 drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv. Teksa në pjesën e parë ju përcollën dhe njohën me disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit që gjeni më detajuara në oranews.tv. Mirëmëngjes dhe përshëndetje, telefonata e parë për sot. Alo. Urdhro? Përshëndetje. Shëndetje. Mëngjes. Mirëmëngjes. Klodi të mora javën e parë për kam bërë një aplikim për certifikatën e shtëpisë. Shtëpitë e mia janë shtëpitë vjetra, janë para, me fjalë, janë 100 vjeçare. Më ke sjell dokument aplikimi i dashur? Edhe të thash, po, tani ti dërgoj në WhatsApp, Klodi Karaj. S'ka rëndësi, po, ku të duash, çoj. Okej, do të bie kërkesën që kam bërë në atë. Po, dokumentin e aplikimit që ke bërë në ASHK. Po. Mirë, faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit juve për Nderuar. telefonatën. Edhe ju. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Po, Mirëmëngjes. mirëmëngjes Klodi. Përshëndetje. Isha interesuar për të që tha kryeministri Bram. Po. Unë jam një invalide e përhershme dhe marr një pension 300.000 lekë. Sa do më rritet mu? Nuk është publikuar akoma, nderuar, është në projekt ligj ajo, do shtohet muaj pas muaj derisa të kalojnë atë, se nuk do rritet më një herë, kupton, është ndër vite rritja. Nuk do shkoj më një herë, pra do rritet muaj pas muaj, dhe vit pas viti derisa të arrijë atje ku është përcaktuar, por kjo nuk do bëhet brenda vitit apo brenda muajit, do bëhet e shtrirë ndër vite. Më kupton, pra brenda këtij mandati, po them. Po. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mëngjes, Klodi. Mirëmëngjes e dashur. Jam ajo nëna nga Vunoj. Po, e di. Do një përgjigje për mua? Akoma jo, do shohim pak se sikur ndryshuan pak gjërat ande nga juve. Shumë faleminderit. Edhe do të mbaj në kontakt se ne I kemi numrat, kështu që aty lidhemi, dakor? Shumë faleminderit. Ditë e jetë pa Do përqafoj shumë, faleminderit e dashur. Mirë pafshim. Mirë dëgjofshim. Nga Vunoj I bukur, balkoni. Alo, përshëndetje. Linjen. Alo? Alo, Urdhëro zoj. në Klodin po flas. Po. Kom për punën e pensionit desha me pyet. Po. Më kanë limru 1-2 herë se do të kesh dalë në gjyq. Me 29 më thanë edhe me 21. Po nuk ka gjyqtarja, ke gjykat apeli. Edhe kur ju kam rënë tani mrapa në telefoni më ka dalë I fikur. Keni avokat ju zoj? Avokati ka heq dorë për ne që ditën që ka çuar në gjykat apelit. Edhe unë tani jam I qik lartë, nuk di se si të veproj. Ke që të veprosh? Është avokati që merret me këto e dashur? I kam rënë avokatës, avokatja se ka ngret telefonin fare. Më ka thonë që kam heq dorë. Si ka heq dorë? Kam heq dorë, më ka thonë, kam dërzuar gjykat apelit, u bon 50 ditë që punë që po më rrinë mund dokumentat atje. Po do të gjesh një avokat patjetër zoj? Do të më gjet avokat tjetër. Patjetër, ose do shkosh vetë atje pastaj, por që nuk është se të bie shumë përmbar atje për të shkuar vetë. Të duhet një përfaqësues ligjor që të ndjek të gjithë procesin, më kupton? Të duhet avokat me patjetër, zoj. Po të paguaj një herë avokaton
Po nuk ka tjetër mënyrë pastaj, më kupton? S'di se çat veprim Klodi Të duhet avokat patjetër, zonjë, më beso për këtë. Po i pyeta unë atë ditë tash se bëjë gjyqi, po mu tha ky gjyq ta bëhet pa pjesëtarët e antarëve që kanë gjyqin. Po. A lejot më bëjë gjyqi pa që janë unë për shembull? Po nuk po duhet jetë pala, ju mund mos jeni, po duhet jetë avokati, zonjë. Më kupton? Nuk e di, o Klodi, ato më hik truni, s'di si të veproj. Po ja më thuaj si. Ka me shku. Ku jetoni ju? Unë jetoj në 2 vetë jena, jetoj këtu më kodër babrojt jam, po jena 2 vetë, vetëm 2 pleqë më shpijë, me 100.000 lekë që merë buri pension. E kuptova. A e bësa se për zotin s'kam lekë më shku. Në emrin tuaj është... Në emrin tim është. Për çfarë vitesh keni shkuar në gjykat? Po gjysmë 2018, Jo, në deri tani. për cilat vite pune, zonjë? Për vitet e punës që kam punu në fshat. Në kooperativë bujqësore? Kooperativë bujqësore. Çfarë moshe ke qenë? Po, kam qenë në 82-shin. Jo, mrapa janë 10 vite punë, nuk më kanë hudë ditë të punë. Vitet janë. E kuptova, pra. Vite punë kam 17 vite në muaj. E kuptova, po them çfarë moshe ke qenë? Kam qenë, një të kam mosha 30 vjeç. A pra ka qenë e madhe në moshë? Po kam qenë e madhe në moshë, kam qenë në kooperativë, më bë derisa shem kooperativa. E kuptova, pra, dakor, po unë s'kam jetuar në atë kohë ta di. E se ke jetuar aty jetë dhe më stras me jetu. Dëgjoj pak e dashur, di çfarë duhet të bësh? Çfarë do bëj? Duhet që se ma sqaruan edhe tani, po me idenë që në fillim më the për, më duk sikur më the për vitet të tjera, dhe kjo përgjigje vitet e punës kooperativës. Dhe ky sqarim vlen për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur dhe janë në një proces gjyqësor për këto vite që përfshihen te ligji i faljes, le të themi kështu, ëh? Sepse nga muaji mars i këtij viti, vitet në ish kooperativë bujqësore njihen tashmë me ligj a priori, ato nga mosha 18 vjeç e lart. Thën kjo duhet që drejtoria rajonale, në rastin konkret ajo e Tiranës, duhet që të rriqet nga procesi. Më kupton? Në apel. Dhe mund të shkoni dhe atje te drejtoria për t'ia komunikuar këtë, pra për t'u trajtuar me ligjin e ri, ëh? Dhe ti më pas bën aplikimin në Albania për këto vite të cilat do të njihen pa që nevoja për të shkuar ose në rastin tuaj për ta vazhduar gjyqin, sepse ju një pjesë e keni bërë dhe jeni tashmë në apel. Më kupton? Shko te drejtoria e sigurimeve, zonjë, që të tërhiqet nga kjo çështje, sepse kështu funksionon. Më kupton, te sigurime shoqërore këtu në Tiranë. Afër e ke. Po, të koptej. Po tani vetëm që kam dalën punë, kam dalë që të moshën 16 vjeç. Nga 16 vjeç. Nuk e shtëpia ime, ke prindit e mi. Nga 16 vjeç nuk të njihen, ti më the 30 çfarë tani doli 16. Jo, kam punu ke prindit e mi, ata i kam vitat, ata i kam ditë të punë. Nga vitet, zonjë edhe një herë, nga mosha 18 vjeç e lartë, pra deri në vitin pastaj 1994, njihen nga ligji, më përpara jo, nga mosha 17, 16, 15, 14. Dakor? Nuk e di, unë i kam të pre vitet u martova, vitet që kam punu ke burri, mu së më kanë hu ditë të punë së më ditet. Çfarë viti ke lindur? Kam 17 vjet e 9 muaj punë. E cilit vit jeni ju zonjë, datëlindje? Unë jam datëlindja 57. 57? Po. Kuptova. Pra ju keni kaluar moshën e pensionit? E kam kalu moshën e pensionit, unë kam dalë që në 2018. E qartë. Pension, pas kam mora si letë në përgjigje, kam bojë 6 herë gjyq. Po jo, do të thënë 6 vjet gjyq, jo 6 vjet rresh, 6 vjet pritje. 6 vjet gjyq, kështu 6 herë gjyq. Po, pra po. Zonjë, thash, është ajo e në mos vazhdimi i gjyqit që nuk e ke në favor sepse mund të zjas, ti e ke të pamundur për të marrë edhe avokat, duhet të thash, të shkoni te drejtoria rajonale e sigurimeve në mënyrë që të tërhiqet nga ky proces dhe të vazhdosh, po jo, nuk besoj. Përveç këtyre viteve sa keni ju? Sa vite punë keni?
I ke më pak se 15, patjetër. Kam unë ditë punë 17 vjet e 9 muaj punë. Po bravo. Pak të. 7 vjet e 9 muaj kam në siguracion e të prindit të mi. E kuptova. Te drejtoria zonjë duhet të thash, të bëhet ajo tërheqja nga procesi gjyqësor në apel edhe vazhdo. Mos e lër më shumë se 8 vitet ka ikur, mos më shumë. Po mirë që si më tha mu se këtë dalëm gjyq me datën 21, po nuk ka gjyqtarja. Po s'të duhet gjyqi më, o zonjë, nuk të duhet gjyqi më. Nuk më duhet gjyqi. Po s'të duhet, në rast se ti nga mosha 18 vjeç që njeh ligji dhe të gjitha vitet e punës pastaj të bëhen minimumi 15, ti e përfiton pensionin. S'ka nevojë fare për gjyq. Ai marr ata që janë brenda? Po këtë po ju them pra, nëse nga mosha 18 vjeç dhe më shumë, të bëhen 15 vite minimumi për të dalë në pension, atëherë po. Faleminderit e dashur se shkoi shumë gjatë, kemi 10 minuta me një telefonat. Shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Ndjes për zgjatjen, përshëndetje. Desha një sfjarim. Në 2 bashkëshortë, burrë e grua, po janë pension, në gjë se kanë ndëruar jetë bashkëshorti, ka të drejtë për bashkëshortja të marrë gjithë me pensionit të burrit? Kur ndron jetë? Po. Po. Të falenderoj. Patjetër që po, është pension familjar. Faleminderit juve për telefonatën, shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një qytetar nga Delvina. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam një godin. Po. Katin e parë dhe dytë kam të hipotekuar është 380 metra katror. Dhe katin e parë kam dalë në dyqane. Po. Unë i kam unë me qera. Më përpara, kur venim të noteri, jipnim hipotekë me komplet katit. Të është noteri kërkon për çdo dyqan të hipotekë në saj. Për këtë, bëra kërkes në hipotekë Sarandës. Kam një vit. Më dërgojnë të njëjtën përgjigje. Dërgona bashkëpronarët me vendim gjyqi ose me deklarat notariale. Por e kam time, nuk kam bashkëpronar dhe në emër që në hipotekim, kur e kam hipotekuar është në emrin tim një për një. Nuk kam bashkëpronar. Gruan që kisha bashkëpronare më ka vdekur në 2010 dhe para se të diste më ka lënë testament të cilën e çova në gjykat dhe hodha pjesë të saj me emrin tim. Bukur. Këta kanë. Katër herë unë kam bën 2 kërkesa që ja u kam shtruar dhe më kërkojnë aktin e kualitimit. Po a mund të bëhet hipotekimi një godine pa akt kualitimit? Unë kur kam bën hipotekimin, kam dorëzuar aktin e kualitimit. Shiqy që kam bajt një kopje dhe ja u dërgova. Pra pata në kërkesa ditë të njëjtën, në të njëjtën vrim. Më kanë nxjerrë jetën. Nuk di çfarë të bëj. Më kanë nxjerrë jetën, më kanë çuar mua, jam 77 vjeç. Jam vetëm, pa njeri, pa kalali, pa hiç gjë. Më kanë çuar te muri. Të lutem. Po më fal, ai ke certifikatat e pronësisë si dashur. Po si kam tëra. Po pse ta ndryshuan? E ke pasur në rregull gjithmonë? Po gjithmonë në rregull kam jo, më kupton tash unë dua ta ndaj vonë dyqane. E kam dalë në dyqan që 2003 që kam në hipotekimin. Mirë, po nuk e kam dalë për çdo, nuk i kam dhënë certifikat hipotekimi çdo dyqani, se nuk më është kërkuar. Normal. Tash ti bëra kërkesë, i bëra me dokumenta me inxhinier, pagova 600.000 lekë. Që ja u bëra gati, ja bëri inxhinieri me licencë, edhe ja u dërguam. Ata më kërkojnë bashkëpronar. Nuk kam bashkëpronar, mor njeri, që të bëjtë vras vete. Të marrë bashkëpronar me pahitit, ta bëj në godin, unë kjo që munduri, po deshe, më dërgojnë numrin tëndë. Të t'japu numrin tim. Dhe të dërgoj të tëra dokumentat, dhe gjykoj ti. Ma jep numrin të lutem. Po, 069, 25, 60, po? 669. Okej. Faleminderit. Ju lutem. Faleminderit për telefonatën.
Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nga Fieri ju marrim. Urdhoni Fieri. Ka dalë në pension si vjetë në 25-ën, më takon të marrë këto shtesën 150.000 lekë në fund vitit. Patjetër që po. Di pse të pyeta sepse kur dola në prill më takoni të mirë ato 100.000 lekë që nuk më dha. Më tha që ke lindur datën 29. Kur ke dalë në pension? Në mars. Në shkurt, në shkurt dola. Dëgjoj pak. Ka një gjë, i nderuar. Po. Sepse ajo që thoni u miratua më herët ky bonusi. Nëse është miratuar më herët dhe ke dalë në pension, në këto bonuset e tjerë përveç këtij fund vitit, sepse atëherë nuk e merr sikundër nuk e keni marrë. Më kupton sepse është miratuar vendimi dhe keni dalë pas vendimit. Ti tani ke dalë dhe vendimi është miratuar pasi ti ke dalë. Se ato të sigurime më thanë që ke lindur datën 29 dhe... Nderuar, apo më pyet për atës nuk e merrje për atë, nuk e përfitoj atë, sepse ke dalë në pension pasi është miratuar ky... Sa që mos nuk takoj të mirë se me që se kam lindur datën 29 edhe... Jo, po s'ka lidhje, nuk është data, domethënë ke lindur 29 sepse ndoshta në 28 ka kaluar vendimi, më kupton? Dhe nuk të ka përfshirë. Ndërsa kjo e bonusit të fund vitit funksionon ndryshe, të paktën deri vitin e kaluar, që të gjithë ata që të plotësojnë moshën për pension deri në 31 dhjetor, ata e marrin. Kështu që ti po sepse ke dalë, je në pension, është për pensionistët. Po, pension. Dakor, faleminderit shumë. Po. Je shumë i nderuar respektuar. Gjithë të mirat. Faleminderit. Shkoj me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Urdhroni. Përshëndetje Klodi dhe shumë respekt për personin tuaj. Faleminderit shumë. Jam një qytetar nga Tirana. Dhe pjesë të ishtë persekutorit politik. Po? A është e mundur që të thështin ai specialist nga Ministria e Financave në sektorin e pagesave të ish përndjekëve. Sepse shkojnë të Ministria, as pa pret njëri, dyert janë të mbyllura dhe njerëzit që vinë nga larg nuk dinë se si të veprojnë. Sakt. Edhe nëse është e mundur. Është vështirë për të thirrur një specialist nga Ministria e Financave të japë sqarime në lidhje me kësët, në lidhje që s'ka informacion atje. Jo, s'pak, s'është e vështirë as pak. Faleminderit juve. Respekte. Faleminderit shumë i dashur. Faleminderit për konsideratën. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi. Po? Dua të pjesë. Po. Sa vite duhen që të quhet pensioni plot? Që quhet pensioni plot duhen edhe kontributet të plota, kështu që vitet këtë në 2025-ën janë diku te 38 e disa muaj afër 39. Diçka e tillë. Po un kam 38 pa 3 muaj. Po? Nuk më llogaritet tani pensioni plot. Po s'ka lidhje vetëm me vite, pra të thash, i nderuar, se kam shpjeguar edhe herë të tjera. Shiko t'ju jap një shembull. Në rast se ne të dy jemi sot me 40 vite punë secili, dhe jemi në prag pensioni. Unë kam pasur një rrog 500 euro, ti ke pasur një rrog 1000 euro. Ne të dy kemi njësoj vitet, por ti do përfitosh më shumë pension se ke më shumë deklarime. Më kupton? Pra për të thënë atë pensionin e plot, nuk mjafton vetëm vitet, se ti mund të kesh 38 vite apo 40 vite, po nëse ke qenë me rrog minimale, nuk të deli plot. Pra është një kombinim i të dyjave, i viteve dhe i pagesës. Unë kam 38 pa 3 muaj, se i lash, se tash nuk më interesojnë, dhe i lash një 3-4 muaj, që i kam të punëtuar, isha të punëtuar të njëri dhe nuk i mora. Po. Ani mund të heq ata u dhe ti vaja prak, si nuk i more, sa ato nuk janë një send që merren apo lihen aty, si nuk i more. Nëse ke qenë i deklaruar, je në sistemin ndëruar. Po nuk kur mora u që grumëllova atëra vitet, kisha dhe një 3-4 muaj të një tjetër. Ato nuk i mora unë që tu atë. Po si nuk i more, si do i merrje ti që nuk i more? Si merren vitet e punës? I dashur, vitet e punës janë në sistem. Nuk është me dëshira jo, i marr, nuk i marr. Nëse ke qenë i deklaruar rregullisht me pagesë në bank, ato me shumë mundësi janë të paguar. Ato janë në sistem dhe
Janë në sistem dhe njihen për efekt pensioni, patjetër, çdo më thonë i mora nuk i mora, ato janë aty, s'është nevoja që ti merrni apo ti linim, kuptoni nderuar. Nëse do vete të kom asaj ekonomiste të firmës që punoja, Kur ke punuar në këtë firmë? Në çfarë vitesh? Këtu në Lor. Po kur? Po para 5 vjetësh. Para 5 vjetësh, po i ke në Albania, i nxjerr që po atë do bëj atë. I nxjerr për 1 minutë gjysmë. Edhe tjetra. Po. Se të dëgjova që se asaj gruas që nuk ka nevojë për gjyq. Po. Tani, neve bëm një kërkesë në Albania për gruan time që do dalë në pension. Dhe ka një 6-7 vjet punë atje, para se të prishe kooperativa. Po. Vetë pak shpesë jam goxha vonë, të lutem. Dhe i dërgoj që ke 30-50 vjet punë, 6-7 vjet ke 50 vjet punë, i thonë. Po kjo ka punuar 6 vjet, jo 2 muaj, që a i dërgojnë ata. Ka kaluar shumë vite i nderuar të bëj aplikim tjetër të trajtohet me ligjin e ri. Po mirë i thuhet, po ligjin e Republikën e Vlorës nuk i pranojnë ato gjëra. Po patjetër që po. Po shikoj të hap gjyq, me gjyq. E të drejtë tonë ke, po do zjas gjyqi pastaj, më kupton? Po dhe të zjas u pa punë. Okej, hapeni. Faleminderit se jam shumë vonë i nderuar. Jam shumë vonë me kohën, do të kalojmë në një mesazh shumë të rëndësishëm. Ja, i shikoni, gjyq këtu, mungesë vitesh atje. Pensioni pakt, po kam kaq vite, do më llogaritë si i plot, gjysmë, i pjesëshëm, sa shumë pyetje. Dhe i shmangni me vetëm një mënyrë zgjidhje me fondin Sigal, fondin e sigurimeve, për sa i përket pensionit privat, është zgjidhja e duhur ideale, në të cilën ju jo vetëm përfitoni shumë nga këto fonde që depozitoni një llogaritë tuaje bankare që e hapni për jo më shumë se sa 5 minuta, dhe atë lek që e keni në fund të muajit që ju del apo kurseni nga rroga, e depozitoni llogaritë bankare tuaj dhe shikoni që ajo rritet dhe shumëfishohet muaj pas muaj, vit pas viti. Që do thotë jo vetëm ky aspekt pozitiv, por çdo aspekt tjetër. Pra ju shpangni shkuarjet në për institucione të ndryshme, shkuarjet në për gjykata për pensione, ju shmangni morinë e dokumentacioneve të cilat duhen përgatitur përpara se të dalësh në pension. Dhe shmangni mbi të gjitha atë që është dhe kryesori, besoj, pas gjithë këtyre përfitimeve, stresin e gjithçkaje. Në një moshë të caktuar ti me fondin Sigal do të kesh një pension shumë të mirë, e ke vetë në dorë për të përcaktuar dhe zgjedhur se çfarë masë pensioni mujor kërkon. Por po ashtu një tjetër element pozitiv lidhet edhe me faktin që ti këtë shumë e tërheq në një moment caktuar kur të duhen këto para, por sa më shumë ti mbash aty në llogaritë tënde bankare, aq më mirë është për ty dhe për secilin që vendos të kontribuojë për të ardhmen e vet në këtë mënyrë që në botën perëndimore dhe jo vetëm është një lloj kulture dhe një lloj detyrimi, le të themi kështu, edhe pse jo më larg se sa ditën e dieshme, dikush nuk po e tregoj se është cënim privatësie pastaj, emri. Tha që e kam aplikuar këtë dhe në Itali, por kur mësova për mënyrën si funksionon në Shqipëri, është shumë herë më e thjesht se sa dhe më përfituese se sa në Itali. Kush mendon për të kundërtën që po e them kot këtë, e sfidoj duke ja dërguar si mesazh. Për të marrë në konsiderat dhe konkretisht përfitime se sa ju përfitoni nëse kurseni qoftë edhe 10.000 lekë të vjetra në muaj, apo 20, 50, apo 100, telefononi në numrin e më poshtëm, 068 20 61 438, në fondin Sigal po ashtu në rrjetin social në Instagram, është mënyra ideale që ju në një të ardhme të afërt apo të largët të keni pensionin që dëshironi. E ku tjetër, vetëm e kompani më të madhe të sigurimeve në vend Sigal. Dhe një numër telefoni 069 40 61 438. Mos u mendoni gjatë se koha fluturon. Faleminderit Sigal. Ndërkohë do të kalojmë në telefonat apo ikim publicitet. Wow. S'ma kishte thënë asnjëherë. Kalojmë në publicitet, ndjekim këshillën e mjekut për prostatol, gjithë ata cilët vuajnë nga problemet e prostatës, 100% kompleks bimor, pa efekte anësore, pas një lloj shtese tjetër e cila dëmton organizmin tuaj, kështu që parandalojeni në kohë ecurinë e problemit që keni me prostatën dhe po ashtu zhvillimin e problemeve të tjera si pasojë e saj, vetëm me prostatol. Kthehemi në studio në të dytën pjesë të komunikimit drejt për drejt me ju dhe tretën e programit për sot. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Klozi, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi.
Unë jam invalid të marrë mbi 200.000 leka. Për to që i rapër në fund të vitit, marri mas marri. Sigur se dëgjova për të invalid. Shiko, bonusi i fund vitit është thënë nga Ministri i Financave në një ndër komisionet parlamentare, por pritet që në ditët e ardhshme të kalojë edhe si vendim qeverie për të përcaktuar kategoritë që deri tani të sigurt janë të gjithë pensionistët, ndërsa kur u pyet për invalidët, tha se në varësi të ecerisë ekonomike deri momenti kur kjo të zyrtarizohet, do të vendoset nëse do të jenë apo jo. Po deri tani nuk është e qartë dhe nuk dihet nëse do të jeni apo jo pjesë e përfitimit. Mirë? Ne kam këtë për një janar që do japin nga 6.000 leka, 600 apo 6.000 që do japin për invalidët, që do ta ngrejnë muaj për muaj. 6.000 pra, me të reja flasin gjithmonë ato institucione. Ndjes, faleminderit juve, i nderuar, për telefonatën. Ditë bukur, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jo te Karaj. Po. Jo për bonusin që flitet për të dhënë pensionistëve, për shemb, unë kam një muaj që kam dalë, a përfitoj këtë bonusin? Patjetër. Patjetër? Po. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Patjetër më përfitojnë gjithë pensionistët që dalin pension deri në 31 dhjetor. Mos u shqetësoni fare për këtë gjë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar, shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, zoj. Po. Ule zërin e televizorit edhe një herë. Fike televizorin, më fala, se nuk e di këto televizorat e këtu. Unë kam një problem me... Ule zërin e televizorit. E fike, o djallë. Bukur shumë, urdoni dhe. Unë kam një problem me keshin. Unë jetoj në Amerikë, vi çdo vit, dhe kam pas pagu kontratën. Po. Kanë kalu matësin e sahatit, e kanë kalu poshtë bashës, në fund bashës, kur kanë vënë kablat. Po. Dhe e kanë prun kablin prej të matësit të shtylla në ceptoborit. Po. Dhe pastaj nuk ka linjë për në shtëpi. Kur kam ardhur unë e kam pa që matësi është atje poshtë, po nuk ja kam momenën se si e ku e që ishte tek, sepse nuk më ka interesu se nuk kam pas njeri në shtëpi. Po. Dhe kam pagu kontratën, kam hik. Kam marrë me 17 shtator, kam hik me 8 tetor. Jam krye prap vjet me 17 shtator, me 14 shtator, më falë. Po. Edhe kur kam shkua me 2 tetor, paguj kontratën edhe t'hiki prap me 10 tetor. Po. Më thot mu kje, thot pa paguë janar shkurt mars. Zotëri, thash. Ule zërin e televizorit, zonjë, se në të kur do ta mbyll. Nuk kam televizor të mezëm, Alex, nëse më hapa telefon, bre. Të lutem se më pengon shumë, nuk e keni idenë se sa më pengon, të lutem. Po, unë nuk kam televizor fare të mezëm, me vje kesh. Edhe sot, i them, e keni pas, ashtë s'ka shpia njërës banim, nuk ka banu sa e shpi, ka bi bar, ka bi gjithë shka, do më thonë nuk ka banu sa e shpi, thonë që 6 vjetë nuk banujnë atë shpi. Po. Nuk e di, thot une. Si të bajnë, thash une me këtë punë, thot hap gjysh. Po jo. Si të hapi gjysh une, kur jam një plak, e operu me ndigjujt, kam opertez, kam shku të goca vetëm me të kaloj këto dit. Ju tani nuk jeni të shtëpia juaj, apo jo? Nuk banoj ke shtëpia ime, jam të goca, kam marrë me pushime, dhe do hiki prap, kam marrë me pa këto fëmijë, se kam edhe një fëmijë invalid martume që tim pas këshan, me di fëmijë të vegjël. Edhe më kam marrë malli dhe kam marrë. Këto fatura i keni zonjë në shtëpi, u kanë ardhur nga Osheja, apo si? S'ka kush dhije në Osheja, nuk dhe kush ke shtëpi, s'ka njeri në shtëpi. Nuk më dëgjove mirë. Faturat të kanë thënë me gojë që ke për t'i paguar, apo të kanë ardhur në shtëpi faturat? Jo, kanë thënë me gojë, je debitor. Ku ndodhet banesa, ku jetoni ju? Në Kodre Talve. Ku është kjo? Kodre Talve, Fushkruj. Në Fushkruj, po. Me jepi numër telefoni, zonjë.
Po, më falë, sa ta shoj me këtë numër që kam në telefon, ta shoj mesazh, se nuk di me habet, djali vogël. Aty nuk na e çon dot, sepse nuk I lexojmë dot mesazhet aty, vetëm po na I çova në këto rrjete sociale, po I përdor, po se di. Nuk di me I përdor. A di e ke numrin e nonës si aty t'ja shoj Gjagjit? A pa shife nona shpejt, mos e vonim Gjagjin. Gjagji. Si ikin vitet. Qatë po ikin vete, ikin truni, më falë, pleqeja. Jo, se kam për tyur, jo. Kam për vete. E ke numrin të? Thuje ti. 068 068 Po 918 Po 2625 2625 Po Bukur shumë. Faleminderit e dashur. Më falë, po kam shumë hallë, nuk kam gjumë me hec. Tani desha të shkoj edhe një herë te drejtorit, bisedoj edhe një herë si vjet, se nuk di si të them. Më kanë bërë një stres pa. Faleminderit shumë e dashur. Duroj shnet dhe gjithë të mirat. Zotit me kohë. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes Klodi. Urdhoni. Po që pensioni rritet me çdo muaj apo një herë muaj? Çdo muaj nga një herë në muaj. Po ja unë kam 205.000 lekë sa rritet. Ti më the të dyja njësoj, the çdo muaj apo një herë në muaj? Po e se kryeministri tha muaj për muaj. Pra jo çdo muaj, po muaj për muaj. E po. Si po? A rritet tër vitin muaj për muaj? Jo, rritet çdo muaj. Çdo muaj? Po. Nëse çdo muaj është njësoj e barabartë me muaj për muaj, si qesh. Do ketë shtesë çdo muaj ndërru. Ja, çdo muaj shtesë. Po, çdo muaj shtesë. Po ja, unë kam 205.000 lekë. Sa rritet muaj? Kur të dal ai grafiku I plot, e tha dje kryeministri, po se pas ke pasur mendjen. E tha dje kryeministri, po ke qenë I pavëmendshëm. Po ai tha 10.000 lekë muaj. Po të reja apo të vjetra? Po jo, 10.000 lekë në muaj të reja I bie në çik si shumë pastaj. I bie për një vit 1 milion, I bie si? Ti je deputet më asaj. Jo, do t'jesh gjysmë deputeti, aq. Mirë. Rofjo Klodi. Faleminderit shumë I nderuar. Faleminderit shumë për telefonatën. Më ndonjë batut ndonjëherë, se besoj që na e pranojnë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhë. Dëgjoj, jam një zonë 61 vjeçe. Tani kam mbyllur 15 vite në kooperativë. Dhe nga 2003, dhe nga 2008 I kam të paguara, po kam qenë në kooperativë bujqësore. Tani jam transferuar prej 15 vitesh në Tiranë dhe kam pasaportizimin në Tiranë. Desha të interesohesha që mund të derë në kontribut, si mund të arrin që të kap një pension. Shiko, kjo çështja e kontribut, sa vjeç jeni ju? Unë jam 61. Kur I ke bërë 61? Në marsin bush. Shiko, desha të interesohesha më përpara. Po e para njërë duhet të shohësh se sa vite punë e ke. Se pa e ditur këtë... Ja të them unë, 85 kam mbaruar shkollën e mesme. Po sa I ke tani, se s'do bëjmë matematikën, sa vite ke në total? Po, në total vjen 23 vite. Janë në kooperativë bujqësore të gjitha këto. Ka rëndësi ku janë? I ke vërtetuar që janë të rregullta? Nuk I kam vërtetuar, po I kam... Edhe sikur të mos jenë të rregullta, nga mosha 18 vjeç e lartë, I njeh ligji pastaj, më kupton? Po nëse I ke të rregullta, I njeh edhe nga më përpara, nëse ke të llogaritën, nëse I ke të rregullta si pjesë dokumentacioni dhe nga mosha 16 vjeç patjetër. E para, e dyta, pasi të bëni këtë llogaritën sa vite ke, do bësh prap llogaritjet e tua nëse ke mundësi për të paguar, për të kontribuar të tjerë vite për dal pension më I mirë, më kupton, është shumë personale kjo. Po, prandaj antoja të interesohesha për këtë pjesë. Po çfarë kërkoni të dini që t'ja u themin?
desha të di tani se unë këto i kam në kooperativë bujqësore, të tjerat jam në Tiranë, si mund të mbyllen në Tiranë apo atje të vazhdoj, se pasaportizimin e kam këtu. Jo, patjetër që këtu do mbyllen ato, s'ka lidhje me aty me gjendjen civile. Do mbyllen si presion qyteti. Po, patjetër që atje. Po të më pyesje mua, unë do thoja mbyllit e fondi Sigal, se ke më shumë përfitime dhe i merr dhe me përqindje. E kam bërë atë pjesë, e kam bërë. Bravo, ti pra ti ke 2 pensione. E kam bërë atë pjesë. Super fare. Tashti, po desha edhe për këtë që... Po, atë do e paguash aty ku ke gjendjen civile aktualisht. Aty ku është gjendja civile. Po, patjetër. Faleminderit. Të lutem me dashur, faleminderit edhe juve për telefonatën. Ja, zonja e përgjithshme del në pension tani për pak muaj me 2 pensione dhe pensioni privat dhe shtetëror. Bukur shumë. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhra. Jam një moshur 75 vjeç. Po. E jetoj vetëm. Gruaja më ka ndru jetë, fëmijë nuk kam. Po. Kam një ekonomi të qëndrueshme dhe në rritje. Po. Sepse kam një shumë të konsiderueshme të rezervume, mbi 10 milion lekë të reja. Dhe nga kjo shumë rezervume, kam edhe 200.000 lekë të reja. Po. Interes. Plus një pension minimal. Kërkoj një zoj, një shërbim. Po. Më thuaj. E kemi apo jo? Shtarguar. Okej. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Desha të interesojnë, ka dalë në pension, po i ka numër 10 vite. Po? Në shi këto si kalojnë, dolin pension, e mori pension, po këto 10 vite si një. Po? Ku ka punuar këto 10 vite? Kooperativ. Do aplikoj për t'ju njohur me ligjin e ri në Albania. Aplikon e Albania? Po. Mirë, shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Jemi në 8:13 minuta, si zakonisht. Alo, përshëndetje. Shtarguar, presim pak çastin 068 60 54 639 në 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jam një nasieri. Kam pasur plakun përshtuar dhe në kesë 5, kesë 4 nuk është dhënë akoma. Është duke u shpërndar aktualisht me të 5-ën nderuar, kështu që duhet prisni dhe do t'i merrni me patjetër. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Jo. 068 99 00008 068 60 54 639 në këtë pjesë të tretë të emisionit për ditën e sotme. Mirëmëngjes. Kemi telefonat? Ende? Ka blokuar. S'ka gjë. Do e rregullojmë. Jemi në 8:15 minuta për orën 7:30 në komunikim me ju, edhe për takimin e kësaj mërkure të datës 5. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizori, zoj. Tani dua të di që si do ndajen këto pensione që sa kryeministri dje. Dhe ata që kanë paguar gjitha vitet e punës, 1.800 lekë. Sipas asaj që u tha. Vjetra apo të reja? Sipas asaj që u tha. Muaj? Urdhë? 1.800 lekë në muaj, muaj për muaj apo në vit 1.800 lekë? Po. 1.800 lekë, 18.000 lekë. 18.000 lekë në vit. Pensioni maksimal me vitet plota do shkojë mesatari, po pse e mbyllë zoj? Mesatari do shkojë 40.000 lekë, ë? Nga sa është tani 270 e ca, dhe sipas kategorive është. Mos u shqetësoni shumë dhe kjo pjesë.
Mendoj unë, pastaj ju e dini vetë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jo, jam një zonë nga Tirana. E dëgjon? Të dëgjoj. Dhe më ka digu pashorti ka një 2 muaj. Dhe në prill dal në pension. Mund ta marr pensionin e burrit? Po, mund ta aplikosh që tani madje. Tani Mund ta aplikosh, pastaj në rast e përfiton apo jo, kjo është çështje kushtesh, ndoshta ke tok, nuk ke tok, ka shumë elemente aty, por që të drejtë. Jo, unë e dua pensionin kur të dalu në prill të mbaj pensionin e atij. Po do të kesh parasysh një gjë ama. Që nëse mban pensionin e bashkëshortit, do përfitosh gjysmën e vlerës që ai ka pasur. Jo të gjithë. Jo, absolutisht jo. Kështu që bëj mirë llogari se ndoshta pensioni jot të del më shumë. Pensioni im më mirë del më se unë kam 34 vite. Po jo, me ratë të tëndin, mos u fut fare dhe kjo, sepse edhe sikur 400.000 lekë ta ketë pasur bashkëshortit, i 200 do marrësh. Është gjysma, nuk është e plot. Është gjysma gjithmonë. Faleminderit. Dhe ke më me leverdit tënden, gjithsesi bëjnë llogarit dhe. Dakord? Po, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Gjithë të mira. Atëherë, në ideja është këtu, që ta shpjegoj edhe një herë, se kështu gjitha nuk mbajnë mend. Po t'i themi. Atëherë, pensioni mesatar do të rritet si më poshtë, ai urban do të shkoj 40.000 lekë të reja nga 27.350 lekë që është aktualisht, i pjesshëm i shkon në 22.000 lekë nga 15.800, pensioni rural nga me vitet plota nga 18.000 lekë. Do të shkoj 18.000 lekë nga 11.500 që është sot. Ndërsa pastaj mënyra se si do të përfitohet me sa lek në muaj, kjo u tha dhe ditën e djeshme, megjithatë në diskutimet e projekt buxhetit vitit të ardhshëm do diskutohet zë pas zëri dhe ajo besoj që për pak ditë apo javë do të publikohet edhe plot. Dhe meqense jemi te këto pensione, imagjino pse duhet të prisni rritje të tilla, indeksime, vlera të cilat ndoshta sipas llogarive që ju bëni nuk do t'ju shërbejnë, për të përmbushur prapa ato nevoja tuaja, sepse do duhet një goditje shumë e madhe për të ndikuar drejt për drejt dhe reflektuar duke ju përgjigjur nevojave tuaja. Për qenë totalisht pavarur dhe për ta pasur pensionin shtetëror si një lloj shtese, le të themi, pozitive për ju, ne do ju sugjeronim që baza të jetë kjo e pensionit privat në kompaninë Sigal, kompani më të madhe në vend të sigurimeve, dhe do të përfitoni me të vërtet shumë, sepse kjo nuk, domethënë, e kalon atë thelbin e një mesazhi, pra shkon përtej kësaj. Dhe në rast se ju do të merrni një konsulencë të shkurtër, të përmbledhur në pak minuta, do t'i bëni llogarit me vete që është shumë vitin prurse, që do thotë me fare pak para, me minimal që ju mund të keni në fund të muajit, ndodh ajo që nuk ndodh me pensionet shtetërore. Ndodh ajo që këto parashtohen me një kthim mesatar vjetor prej 4.6%, që është goxha interes shumë i lartë në kuptimin e përfitimit, dhe sa më shumë të jetë kontributi, aq më shumë shtohet kjo vlerë, të cilën ju e keni gjatë gjithë kohës të monitoruar në telefonin tuaj dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk do të çosh as dokumente, as libreza, as karta identiteti, pasaporta, gjitha me radhë, por shiko se kjo është shkruar me lap, se kjo tjetër është shkruar me plumb, po këto vite nuk mungojnë se ka rënë një pikë uji atje në arkiv dhe ne kemi të vështirë tani për ta identifikuar, por shiko se është data e fillimit dhe nuk është data e mbarimit, këto nuk i keni. As pak aty, dhe do të trajtoheni me dignitet, ashtu si kundër e meritoni. Ky fond është totalisht i sigurt, i mbikëqyrur nga institucionet më të larta në vend, financiare dhe jo vetëm. Është i trashëgueshëm si fond, mund ta marrë secili familjar në rast se juve ju ndodh një fatkeqësi, por po ashtu e të rishni në çdo kohë, dhe ashtu si kundër mund të rifuteni sërish në çdo kohë për të kontribuar dhe për të pasur atë pagesën tuaj dinjitoze. Mos e lini kohën që të kaloj akoma dhe më shumë, sepse disa prej atyre të cilët na kanë kontaktuar këto ditë kanë thënë që pse nuk e kemi bërë më përpara, por për shkak mungesës së informacionit nuk e kanë ditur. Ja ku e keni informacionin e plot, telefononi dhe numrin e kontaktit 069 40 61 438, si dhe në faqen zyrtare të Sigal Invest për të marrë atje edhe informacionin e duhur. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Virini. Alo? Për deratë të shumë mirë. Po, më thuaj. Të përshëndes shumë. Edhe unë shumë. Ty, familjen,
Edhe stafin tonë. Shumë faleminderit. Mos të kollit më. Po. I qekull. Vetëm me të përshëndet mora. Shumë faleminderit, edhe unë ne të përshëndesim shumë. Po deshim mrapa flasim. Po po të mërsi. Okej, faleminderit shumë. Shko me tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Po. Dhe shta vetë që jam tujtë po, më në televizor. Përdo? Për këtë pensionin në privat. Po. Vetë bëj 61 vjetë në 10 prill. Po më thuaj, zonjë. Edhe kam shifë tash ka bëhet të don, i kam bëhet 15 vjetë, i kam mërë për shumë 15 vjetë të dhe. Po. A bëhet me hekë të kjo? Po jo. A bëhet qëfar? Për me dash me hekë të kjo pensioni privat. Ke një stilolaps, shëno këtë numër dhe telefonoje. Sekund, me që sekund. Shpejt e shpejt. Një sekund, mo. Po? 069 069 20 Po? 20 apo jo 40 40, po? Po 61 60 438 438 Shumë faleminderit se trojtë bote, je shumë e mirë. E kam dëgjuar te Klodi thuaj dhe ke përfitimet të tjera, dakord? Bote, faleminderit. Edhe ty mere që tani se aty i ke në zyrë. Shko me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Urdhëro. Hajde urime për emisionin. Faleminderit shumë. Avokati i Allëgjive. Faleminderit. Çfarë po për takset e ne pensionistëve? Për kë? A, për makinat? Akoma. Inshallah nga fundi i vitit, po, ende jo. Të përshëndet shumë. Edhe unë shumë, faleminderit i dashur. Faleminderit shumë. Mirë dëgjofshim. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, zemra ime. Po ku jeti? Ku jeti ylli? Qa bone? Unë kam pensionin 320 me gjithë drita, me gjitha. Si qesh. Shumë. Po qesh mua. Po jo qesha më përpara unë, po ti e shef me vones tani. Dhe kësha unë. Shiko tani. Urdoju. Edhe sa më shtohet mua, e kam 35 vjetë pune, dhe kam dalë në me shumë fëmi, se kam 6 kalamaj. Ti kesh me jetë. Edhe kam dalë 50 vjeqe pension. Shumë mirë. E kam bërë 35 vjetë pune. Do publikohet pas disa ditësh ajo, kategori pas kategorie, por rëndësishme është fakti që do të shtohet edhe ty. E mbas vjetësive do me thënë, Po. Lodi? Po. Mirë të bërshaj përbanja, ka që desha una. Hajtë të përqapoj fort e përdu fort. Edhe unë shumë. E me kapleta. Ciao. Hajde. Ciao. O kalosh mirë. Kemi kohë për tjetër? Urdo? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Se di që e ka reklama është dhe një pyetje të shkurtër do të bëj unë. Mo. Për këtë të verbrit ka rritje në janar? Se unë sukur se dëgjova di e thashë për invalidet e punës. Nuk u tha i nderuar, është jo as për invalidet nuk është thënë. Por atë të kryeministrit apo këtë të bonusit po thua? Të kryeministrit. Po, shiko, në një farë mënyrë edhe ata të kjo pjesë futen, ëh. Po. Besoj, por që patjetër që do ketë shtesë edhe për ta. Nuk e ditë bonusi i fund vitit, por në janar po patjetër. Janë të gjitha kategoritë në këtë. Kurse për këtë bonusin akoma të shtë. Bonusi jo, vetëm pensionistët do shtonë, do të analizohet në një moment të dytë, në varësi edhe të ardhurave, të paktën këtë tha ministri, dhe s'mund ta themi ende të sigurt po ose jo. Besoj për pak ditë do të dalë edhe si vendim. E falenderoj shumë, respekte. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë në publicitet, flasim edhe një për prostatol, gjithë ata që kanë probleme me prostatën, kryesisht burrat mbi 40 vjeç i vuajnë këto probleme, pavarësisht se çfarë faze jeni të këtyre problematikave, parandalojeni në kohë me prostatol, ku ka më mirë se sa të kurohemi nga ajo se çfarë na fal natyra, dhe në rast se dim ta përdorim si duhet, bëjmë edhe mrekulli pse jo. Kështu që përdorni prostatol për probleme që keni me prostatën dhe çdo problem tjetër që është kaktuar nga kjo lloj problematike, të cilat manifestohen në mënyra më të këqija të mundshme dhe ju e dini. Kur them ju, ata që vuajnë nga
mungesa e mirë funksionimit prostatës. Ndaj parandalojeni në kohë gjithë të lloj stresi dhe sikleti vetëm me prostatol. Ne kthehemi pas pak në 20 minutat e fundit. Mos u largoni. Jemi në studio. Mirë. Atmosferë edhe këtu. Gjithsesi, jemi në 8:31 minuta në komunikim me urdhë. Jo, nuk kisha sinjal në kufje. Gjithsesi, jemi këtu 20 minutat e fundit me telefonat në linjë në rast se na ka pritur, nëse jo. E kemi? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Era një aplikim për të marrë certifikatën e tokës, sepse të shtëpisë e kam. Po, në? Edhe, urdhë? Ku them, në cilën kadastër? Tu me ke në Tiranë. Po, se më thua sikur e di. Urdhoni, s'ka gjë. Edhe, ato më nëzorën negativ, dhe më nuk i marrë do të se s'është të mëtua pronari tokës, po më kanë ngejtë gjithë kopje ato originalet atje. Po s'ka problem, shiko, ajo është proces që në rast se ty të ka mbetur origjinali atje, do të shërbej në momenti kur të kalojsh pronësimi i pronarit që e ka pasur dikur dhe menjëherë automatikisht përmes këtij lloji dokumentacioni, juve futeni në procedurë për të pajisur me certifikat pronësie për pronën. Kështu që nuk ka lidhje, mos u shqetëso fare. Me pagesa, me gjithë, që kam pasur gjithë. Çfarë do humbim për shembull, cilën ke originalet ti që mendon se mund të humb? Jo, është certifikata shtëpisë. Ajo është e ke në sistem atë në çdo kohë, kështu që ai nuk humb. Edhe të gjithë pagesat që kanë bërë kreditin në bankë atëherë, se ka kokë punë. E kuptova. I nderuar, asnjë gjë nuk të humb. Ajo është atje dhe në momentin që bësh pronësimi sikundër të kanë thënë, përmes këtij dokumentacioni pastaj juve aplikoni për të marrë certifikatën e pronësisë të tokës. Më kupton? Pra mos u shqetëso se nuk ka asnjë problemi, kështu funksionon. Jo, absolutisht jo, mos ki merak sepse nuk ndodh asgjë. Mirë. Faleminderit shumë edhe unë përshëndes. Gjithë të mirat, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Jam nga Saranda Telbina për një problem prone. Për pjesë tim edhe ku t'ja u nisu dokumentat ose të vi vetë atje t'ja u bje, të vi nga Saranda, jam 77 vjeç. Ama të vi të takohemi, ti ndaj në kafe edhe ti marrësh ti shosh vetë. Jo, më nderuar, çdo lodhesh ti nga Saranda në Tiranë për një dokument aplikimi. Por jam bër për thurar vete. Po pse? Ore, kam pronën tash. Kam pronën me certifikat me të gjitha. Dua të përpjestoj. Përpjestojem. Bëra dokumentat për përpjestim. Më thonë, në bashkëpronarët. Po s'ka bashkëpronar, më pronar shtimja. Aha, jo pjesa saj, mos mi solle dokumentet i mua? Po pse të të se, unë nisa me këtë me Instagram, po nuk e di të erën as të erën. Me çfarë emri? Prit një sekondë se më duket ka ardhur. Spiro Qeno. Jo, më solli dikush dje? Apo jo? Jo, sot i nisa, të ashtë i nisa. A është rast tjetër përstaj? Jo, në Instagram nuk më ka ardhur gjë. Po ditë nisa të herë, ti nis me të vetet me në një këta që din. Po, ashtu bëj se është lodhje nga Saranda këtu, nuk do ta sugjeroja. Por ku e keni? Jo pra jo, më dëgjoj mua, të lutem. Gjedi ka aty problem, të lutem, dua të shpreh Violet të harxoj. Nuk ka asnjë probleme. Gjedi ka aty nëse është e nevojshme për të ardhur, të them unë, por nuk është nevoja, më kupton? Gjedi ka aty që të na e nisi si letër. Dhe flasim që këtu nuk duhesh për të ardhur, dakord? Në rregull. Mirë. Në rregull. Ngelemi në kontakt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe juve shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Kam një pyetje vllai, këto për kam një që është i smur. Aha. Është me epilepsi, depresion etc. Ka qenë i shtruar në spital. Edhe para një 3-4 vjetësh, sa ka doli në pension i dhanë 126.000 lekë. Edhe ja kam prerë merë ati 100.000 lekë. Po pse ja kam prerë? Po kur digja, nuk ka njëri kushta, kërkohë një mitari. Duhet t'i ke shkuar. Për një çdo ditë, e pyet sa lekë merë kaqë. Jam lajtë sa me në kaqë. Edhe duhet të di një informacion ku mund të kërkohen që qytetit. Çfarë pagesë është kjo që meraj?
Më përpara me të intrit nishin në bashkia, na që nuk e merr më në bashkia. Shiko, do të kemi pak kujdes se këto pagesat e bashkive kanë kaluar në pension. Po, në 110.000 me gjitha vlla. Po, sa merrtën përpara, sa pension? 146. Pension bashki. Sa kohë ka kjo e bashkisë që e kanë hequr? Po, bëj një vit aty më duket një 2 vjet atë. Pra i kanë hequr 30 e bashkisë? Nuk e di. Po nuk e di tani, si kur nuk e di. Jo. Ku të pyesim ne dhe për çfarë të pyesim? Jo. Më thuaj. Unë banoj në Itali. Nderuar, çfarë i kanë hequr që të pyesim? Më kupton se kur thua nuk e di çfarë i kanë hequr, çfarë të pyesim ne tani? Nuk e marr më atë 30.000 e bashkisë. Okej, këtë pra. Ku jeton zotëria? Në Vlorë. Në Vlorë. Ka shkuar në bashki për të pyetur se pse e kanë hequr? I kanë thënë që ka shkuar dhe i kanë thënë që e ketë pensioni brenda i pa. Bravo, këtë thash pra. Dhe kjo nuk ka asnjë vit as 2 vite i nderuar. Prandaj të pyeta sa kohë ka. Dhe në fillim të thash mos i ka kaluar te pensioni. Të gjithë ata të cilët e kanë marrë nga bashkia kanë ndryshuar mënyra, shumicës i ka kaluar direkt që në muajin e parë, ndërsa të tjerëve që nuk u ka kaluar akoma, brenda këtij viti do t'i marrin të gjitha dhe ato të prapambetura që nuk u ka kaluar në pension. Më kupton? Kështu që nuk ka një vit, ai do ketë disa muaj, dhe jo një vit që nuk e merr këtë. Që po, aq ka, që nuk e merr këtë pagesë, sepse përpara disa muajsh u hoq si po themi pagesë e bashkisë është prapa ajo, por thjesht kalon në pension tani. Kuptova. Kupton? Dhe ata të cilët nuk e kanë marrë deri tani brenda vitit do ta marrin të plotë edhe këto muaj që i ka munguar. Më kupton? Të kuptova drejt. Kështu thuaj dhe mos u shqetëso. Do shkoj javës tjetër në Vlorë, jam 10 ditë atje, ku t'interesoja? Në bashki nëse ke me kaq shumë merak. Po. Në bashki. Mirë. Bashki, jo në sigurime çoqërore. Po jo, sepse ajo është pagesë e bashkisë. Po. Faleminderit vëlla, Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën, do të shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam një invalid, më ka ardhur legalizimi i shtëpisë 1.150.000. Ne invalidët kemi ndonjë për gjyqësim apo jo, do i ulë apo jo? Nëse ka ardhur fatura jo i dash. Nuk bëhet që është. Jo. Mirë. Faleminderit për telefonatën edhe juve, ditë mbar, jemi në 10 minutat e fundit të emisionit për ditën e sotme. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhroni. Përshëndetje. Jam e zonja nga Pogradeci, që pasi do ishi të enten. Mundet ashtu sot? Të jap ato kartat e certifikatat? Po të marr pas emisionit, dakor? Në rregull. Falenderoj. Një sekond, mos e mbyll pak. Mos e mbyll. Zonjë. Po, më thuaj. Prit. 218, a? Po, ajo është. Faleminderit. 218. Faleminderit e ju, shëndet e mira. Faleminderit shumë. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë jam një zonë që marrë gjysën pensionit të tim shoqë më ka vdekur tani shkerët, po ka qenë i ushtarak. Tashi me këto konvertimet e reja, çfarë shtesë përfitoj unë që marrë? Do ketë shtesë, konkretisht nuk e di sa zonjë, po patjetër që do ketë shtesë edhe për juve. Po, dhe për statusin edhe për... Për të gjitha kategoritë. Të falenderoj, diri mami. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën, më të mira të uroj. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdo. Unë kam një problem të tillë. Kam dhënë pension, u bë 2 vjet e gjysmë, por shumica të një sasi e viteve nuk ma ka kaluar nga tatimet tek sigurimet shoqërore. Pra nuk ka shkuar, po dëgjoni? Po të dëgjoj. Si nuk ka shkuar nga tatimet? Ka shkuar nga tatimet tek sigurimet shoqërore. Për shkak të gjobave të vogla. Të gjitha këtë gjoba unë i paguajta, ishin do dhe një 2200 lekë të reja, por prapë nuk mi qëvon për arsye se nuk kemi kanal ku t'i qëmë. Si s'kan kanal ku t'i qëmë? Pasi ti nuk kemë numër njëti. E kuptova. Për t'i quar, duhet ta bësh vetëm me gjyq. Me gjyq ke parasysh
5 Po me gjysja vlenje, sa kohë nuk të janë kaluar? Po të jetë disa vite. Për shkak të një muaji, bllokohet gjëti. Është hera e parë që dëgjoj këtë lloj problemi, më lër kohë të pyes dhe të sqaroj nesër, mirë? Po, faleminderit. Të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo, Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, jam i Dalilës së Gjashit. Këto muaj dola në pension. Po. Dhe në vitet 80 kam bërë stazhin 8 muaj. Stazhin prodhim që quhesh atëherë, pas shkollës mesme. Dhe disa 6-7 muaj kanë qenë punë në prodhim. Këto njihen në vitet 80, 81, 82. Ku e keni bërë? Në kooperativë. Këto stazhi që kam bërë një afërsisht 8 muaj njihen, unë i kam deklaruar në atë. Vitet e kooperativës janë njohur të gjitha? Urdhë? Vitet e kooperativës janë njohur të gjitha? Në kooperativë 6-7 muaj kanë se kanë qenë në punë kështu shtetërore. Njihet edhe stazhi? Po. Janë paguar kontribute, ke qenë me pagesë? Po. Në rast se ke qenë me pagesë, po. E gjithë periudha ku keni punuar siguruar ligjërisht. Po, mirë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Ne shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo, më Klodi flas? Po Klodi, përshëndetje. Po, kam gruën e ka dalë në pension. Edhe ka një biznes që mush telefona, këtu ka në qoja. I pagun të sigurime atje. Jo, shash më pak paguaj njëfe në vite pune? Si nuk njën pa tjetër, çdo ditë njihet pjesë. A më pension ka dalë, e kupto? A, ka dalë në pension, merr dhe pensionin? Merr pensionin. A, jo, i ndërruar, nuk. Edhe ka një biznes vogël. Jo, nuk llogariten këto. Të gjithë ata të cilët punojnë dhe pas pensionit nuk llogaritet për efekt pensioni kjo periudhë që janë siguruar. Nuk njihet për pension fare. Jo. Vetëm nëse heq dorë nga pensioni i njihet. Nëse e merr dhe pensionin dhe pagesën jo. Ashtu ha? Po. Profsh. Asgjë, të lutem. Telefonata mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Flisni, lutem. Shëndetje. Po, ndore një ashtu për ata prostatolin. Po, numri i telefonit që keni dhënë aty nuk më del. I bi telefonit nuk më del. Mos do shta është herët? Nuk e di. Por që ai numër është. Po kupton? Jo, po nuk është problemi sot që rash edhe pra 2 ditë, po ai numër nuk më del. Nuk ekziston. Po jo, do i kesh rënë gabim pastaj nderuar. Se ekziston patjetër. Ose ma jepti numrin e telefonit, ja kaloj kompanisë. Që do të marrin ata pastaj. Por që ai numër është patjetër. 1 minutë se shkujtëm herë. Urdhë? 1 minutë. 024 064 024 A ju jetoni jashtë? Apo është numër fiks? Jo, më jam në Durrës. Është numër fiks ky? Nuk e di, ju e keni nxjerr aty, ai thotë jepni atë prostatolin edhe nxjerrni numrin. Më jep çfarë numri ka ai? Ku mund ta kërkojmë atë? Aty numri që do të delte reklama, zotëri. Ma jep numrin tënd të telefonit. E kam marrë atë numrin të reklama dhe thotë nuk ekziston. Po jo, ekziston se ne kemi kontaktuar vetë atë po. Ma jep numrin që t'ja u kaloj atyre. Që çfarë do të numrin tim telefonit? Po. Shpejt të lutem. 068 Po. Po. 73 Po. 11 765. 765. Faleminderit. Ditë mbar për ju. Shkojmë tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Desha t'ju pyesja për diçka. Kam mamin pensioniste
invalide, edhe i ka dalë legalizimi. Tani ka dëgjuar që paguhet një lloj taksi për pjesën e legalizimit. Si qëndron ky? Në rast se do ju vi si faturë, po. Po nuk përfiton nga legalizimi, nga pensioniste dhe invalide që është? Pra, ato që janë në pjesën e përfitimit nuk do i vi si faturë. Ajo që vjen faturë duhet paguar, po jo e gjitha. Më kupton, janë aty të përfshira brenda ato të pensionistëve. Më kupton? Nuk jam e qartë, domethënë për këtë pjesën, po nga që e kam dëgjuar dhe prandaj po ju pyes juve. Po pra janë disa të cilat ja u shpjegon noteri se nga kush përjashtohen. Fatura pastaj që vjen për të paguar, janë për të paguar, po jo si kategoria që nuk është pensionist, se paguhet më pak. Okej, faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Mirupafshim. Presim tjetër, mirëmëngjes. Do shta e fundit për sot. Mirëmëngjes e dashur. Desha të bëj një pyetje, më ka dalë fira në pension, një po i kanë humbur 10 vite pune në kooperativët. Po. Ti marr me ligjin e ri se i njihen. Po çfarë? Aplikoj në Albania. Vetëm kaq? Vetëm në Albania, po e dashur. Mirë, faleminderit, mirupafshim. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Ditë mbar, kemi kohë për tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Urdroni. Klodi, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Alo. Urdro, të dëgjoj shumë mirë. Flisni zotëri, ju lutem. O, Klodi, po. Po. Jam i pensionist, kam dalë 95 në minjerën. Mirë po, koha nuk para një 2 vjetë në kooperative nuk i mora, ta nuk duhen ma, ta jenë tamam. Si janë? I kanë shiko morë fare ati, nga shpa morë. Kur ke dalë? Ishin të regulatere, që duhen ka shvijis dhe 3 viti. Kur ke dalë në pension? 95. Po, ashtu ka qenë atyre, nuk njën ato, nuk ka një lisht tani ndëruar. Që ato nuk njën ato, s'ka jo, s'njiven. Jo, i dashur, për fat keq jo. Mirë, s'ka që faleminderit. Edhe juve për telefonatën, shkojmë shpejt me një tjetër të fundit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdoni. Këtë di. Po. Na kanë njoftuar që të ndrohet sahabët. Kush e ka marrë të ujit? Kush ka marrë ai tendë se këto familjarë dihen se harxojnë. Bizneset e mëdha tashu. Vetë që ndrohen faturuesit, po vjen sahabët prap. Ka 2 vjet që kemi votuar. Sahabët që të dukshëm një rregull. Nuk e një si aty, nuk e marrë se të ndrohen. Kanë marrë ai tendë njëria. Nuk e di dashur, nuk e kam të informacion me të drejtën, se di çfarë po ndodh. Po, s'ka 2 vjet. Ka 2 vjet është se më me familjarit se shas lavasha, as biznes, as firmë. E të mërshme, thuaj. Dhe i din përmend se sa... Po pra, jemi bërë matës vetë, thuaj. Si? Jemi bërë matës vetë, thuaj. Matës vetë dhe din përmend se kursem dhe djetë anës. E drejt, i dashur. Falenderoj shumë se jam vonë. Se që ishte para ministrit, ndrojnë sahatë. Këte e thot të rrisin pensionet me atë pensionin e Menezeti. Jam vonë të lutem, do t'ikim. Faleminderit i dashur, faleminderit për telefonatën, ju dhe gjithë tjerëve që u bët pjesë e programit për sot. Mos harroni edhe një herë të mendoni për veten tuaj, siguroni veten dhe familjarët me fondin e sigurimeve private në Sigal, të vetme kompani më të madhe në vend për të gjitha shërbimet për sa i përket çështjes së pensioneve me 1001 përfitime të ndryshme. Nuk është se themi vetëm ne, thonë edhe ata të cilët e kanë një lloj kulture se si funksionon jashtë vendit në Europë, që ligji në Shqipëri për çështjen e pensionit privat është shumë herë më i favorizueshëm se sa ligji në vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që përfitoni nga kjo mundësi fantastike për të pasur pension dinjitoz në të ardhmen tuaj me vetëm 10.000 lekë në muaj. Imagjinoni se sa përfitime dhe diferenca mund të keni në fund të disa viteve. Fondi është i trashëgueshëm, i siguruar, nuk keni asnjë lloj shqetësimi se çfarë po bëhet me paratë tuaja, pasi keni aty në telefonin dhe në kartën tuaj. Telefononi në 069 40 61 438 dhe faqet e Instagramit për të marrë më shumë informacione. Faleminderit Sigal, miru takofshim nesër në emision dhe gjatë ditës në lajme.